Lutje për dritë hyjnore në çdo aspekt të jetës. Mendo dhe reflekto. Drita është simboli i udhërofimit, i së vërtetës dhe i shpresës. Kur kërkojmë dritë në zemër, në mendje dhe në rrugët tona, ne në fakt po i hapemi pranisë së një force më të madhe që na udhëheq me dashuri. Në mes të errësirës, pasigurive apo sfidave, kjo dritë bëhet busull dhe mbështetje, dhe të jetë kjo ditë një thirrje e sinqertë për më shumë dritë në çdo pjesë të qenies sonë. Lutja e ditës. Zoti im, bëj në zemrën time dritë, bëj në mendimet e mia dritë, bëj në shikimin tim dritë, bëj në dëgjimin tim dritë, vendos dritë në të djatën time dhe në të majtën time. Mbi mua vendos dritë, brenda meje vendos dritë, para meje dhe pas meje vendos dritë, në çdo hap që hedh, në çdo vend ku qëndroj, më rretho me dritën tënde. Më jep dritë kur mendoj, dritë kur flas, dritë kur veproj. Qoftë kjo dritë rruga ime, mbrojtja ime dhe qetësia ime. Më ndihmo të ndriçoj edhe rrugët e të tjerëve, me dashuri, mirësi dhe praninë tënde të heshtur, por të fuqishme. Kujtesë e ditës, kur kërkon dritë me sinqeritet, e gjithë jeta fillon të ndriçohet, nga brenda dhe jashtë.